e fryrjes së barkut edhe normal që vrem që nuk po muj me hu pesh për shkak ki përdor qaja për dopsem, ki përdor tabletat ndryshme ose ki përdor forma ndryshme për mu dopsu edhe prap e ki barkun e fryt jonë me ngjes, po masi që e ke konsumu ushqim, do me kjo ndodh për shkak të orarit jo t'rregull, ndodh për plot faktor, për shkak në irritimi, në përgjithësi sistemi trec. Në këtë rast, për ata persona që dojnë me shfrytzu edhe për me rregullu në përgjithësi metabolizmin, edhe me rregullu jashtëqitjen, përveç infeksionet zores, muj me shfrytzu edhe, do me thënë, njëjtën recet, nëse preferot mu marë para dite për shkak mëngjes, është mirë për shkak sasia bananës pak më pak, për shkak se ka indeks glikemik pak më të lartë, mu i mishtu naj fruta pylli, ose për shembull tash mu i mishtu drez, po jo sasi shumë të madhe, me bo një kombinim, dikan shumë mirë sistem trecë për me rregullu përgjithësi metabolizmin, këtë rast e largon edhe fryrjen, për arsye se ndika një farforme si lloj detoksifikimi për melqin, edhe të njëjtën kohë i merr krejt ato vlerat ushqyese edhe ndihmon lëvizshmërinë e zorës për shkak të kompenzimit të probiotikëve që i ka, yndynat e shëndetshme dhe krejt këto ndikojnë që me rregullu metabolizmin, edhe në këtë rast, më thanë muj me shfrytzu edhe për humbje peshe dhe në rregullim metabolizëm.